Selam aleikum, hoqë, thot shumë vëllezër falin namaz para akşamit. A nuk është bidat kjo gjë? Aleikum selam rahmetullah. Nëse ke për qëllim kur ata hynë në xhami, i falin 2 rekat para se mul, themi nuk është bidat kjo. Pejgamberi alayhi salatu wassalam sa herë ka hynë në xhami, para se mul i ka fal ka 2 rekat. Kjo është e para. Por ka transmetim tjetër që Resulullah sallallahu alaihi wasallam në 3 kohë e ka ndaluar faljen e namazeve që nuk janë obligative, pra namazeve vullnetare. E njëra për këtyre 3 kohëve është edhe gjatë perëndimit të diellit. E kjo kohë është në momentin para namazit të akşamit. Po ashtu edhe duke lind dielli edhe kur është në zenit. Këto janë 3 kohët. Prandaj ka dietarë që kanë thënë në namaz të akşamit kur hyn në xhami, pra 5 minuta, 10 minuta para akşamit, mos me fal namaz. Më ul direkt. Disa të tjerë kanë thënë jo, ai hadithi që e ndalon faljen ajo është nafilja e përgjithshme, kurse nafileja, pra namazi vullnetar, me qëllim, me arsye, e që arsyeja në këtë rast është e hyrjes në xhami, kanë thonë lejohet. Prandaj çfarë themi neve? Nuk është bidat nëse ndonjëri prej besimtarëve kur hyn në xhami i fal 2 rekat për para akşamit, por nuk ka problem edhe nëse dikush tjetër thotë jo, s'du me fal në këtë kohë, mika asaj ndalesës së përgjithshme, edhe ulet direkt. Pra, cëllënda që e vepron besimtari, nuk ka problem. Herën se mos më u keq kuptu, mos më përqa zamrat edhe mos më u akuzu as njeri me diçka që si takon.